fakultet shkollës së Kropishtit. Do të bëj një ka dhënë. Po bëj një pyetje vetë. Lëndi ka të mira ju. Ju duket provimi si vjet. Mirë fare. Sa kokë bakti keni? Kam ja 7 kokë. Në Kropisht i siguroni provimet? I sigurojnë. Faleminderit. Ma bële bajtime në në shë? Po se di fare del wak që këtë rruga ka kërkuar Nazifi. Pa vdekur. Pa vdekur. Po t'jenë fermerët që... A I kripa, Po devoli ka. Fermeri më të mirë. A I shetë rakia atje. Ku ka vresh? Jo se I bërë mirë dhe... Vazhdoni unë do bëj punën time, are.
Alla ime Roni ju djem të rroj demokracia dhe sa më të pjekur ata në parlament. Ka ju. Ata tjetër të pirua. Lezi qikë dritat. Ja i sekund. Rafsh, duhet gjitha qatë janë. Që gëzoni me përgjë. Dhe ullu ati. Hajde po aty kryot gjitha, pysh gjithë po. Mos ndaj po. I nderuar, me se urdhuat, ju që mort pjesë në këtë familjen time, të mira pash. Fshati ynë është fshati i vjetër e tregojnë, plejt, me breza, ku ka sënduar edhe Turqia, po gjithë bota në përmjet pleket, ka qenë e krishtere, ta theme ashtu si që e kam dëgjuar, me më thoshin plejt. Tani i vjen koha, vjen tu. Fshati ynë ka qenë një fshat pa ujë. Pa ujë. Edhe për spirti që çdo lagje, po sot i edhe koha që në çdo vend në çdo shtëpi edhe kanë qesma. Ka qenë një fshat, po thoj të një familje. Më tregonin plejt edhe kam rastin që edhe juve që mort pjesë. Të radha kemi bërë krushki, se nuk në lejon të gjaku, këtë merim në fshat, apo ishi kanunet e vjetra të asaj kohë. Edhe harritëm deri këtu. Iku fshati, se u ngrit kooperativa dhe u grumbullua i gjithë këtu. I kishim afer, po edhe ujtë, se do më doa ishte para. Fshati ynë, në çdo kohë ka vuajtur. Do hidhemi në lufta. Gjithnjë e ka pësuar, po nuk ka pasur drejtim. Edhe sot, juve dashamirë tanë, që jeni munduar, është një fshat që më tepër në fshatrat e tjera ka shkrir gjak. 12 një fshat i vogël, ka qënë, 500 shtëpi e tregonin plejt, para lindjes time. Dhe arritëm këtu tani, që u grumbullua fshati me ato mundësi që panë, dhe deri këtu. Të të bëj një pyetje, Gjanazif? Ujda. Ti ke jetuar 3 sisteme, ose më mirë të them 2 sisteme. Sistemin monist, socialist dhe periudhën e ndryshimeve demokratike që ka ndodhur sot në vendin tonë. Që mund të thuash si bashkohori këtyre 2 sistemeve? Dallimin midis tyre, për fshatin tuaj kuptohet. U qa. Nuk kupton? Jo me thënë, 2 klasa bëri Partia Komuniste, 2 klasa janë edhe sot. Edhe akoma ku jemi? Nuk jemi në pastërti, nuk jemi të vendosur, nuk din se ku e kemi tokën tonë, nuk din se ku e kemi pemën tonë. Klasën për sot. Edhe ideja ime është që
ka avarira, do ketë avarira. Jo se e dua, po Ballkani është mësuar se kanë vjerë në ushrit për mua. Po një kanë dominuar. Po mund të në thua që Nazif, Uno? kropisht i fshati juaj, kur ka qenë më i zhvilluar në periudhën e sistemit që kaloja, apo në këtë sistem që jemi, në këtë periudhën e Po të demokracisë? them drejtën në këtë periudhë. Po. Arriti në lullëzim, jo për qefi se jam unë, apo jeti këtu sot, por lullëzimet filluan. Sa vjeç jeni, Nazif? Unë jam 86, Sa fëmijë keni? 5, Të dëroj. faleminderit. Je i kënaqur nga fëmijët? Të faleminderit ty dhe gjithë shokëve. Shumë i kënaqur jam. Shumë i kënaqur të fëmijët, se shkollaj, të lëroq, të mirë që mesër i themi neve, po t'i drejtojsh, po unë me postën time më kam dëgjuar dhe gëzoje t'i lëmbrapa të palinduar. Faleminderit dhe jetë gjatë. Faleminderit. Edhe lefter. Bina i këtë kështë Keqe në najgoj të parën e kam për juve. Faleminderit e që erdhe këtu në familjet Cezariut dhe të rroni të gjithë ju të rritë. Kudo që jeni mos të gris as me një gjëmë zoti. Unë them për jetën time tani, kam shkuar demokracinë e parë, privat, kooperativën, dhe na shi demokracinë e tretë kjo, ose tretë jemi plek neve. Jam e kënaqur në rrethin e familjes time, na fëmit, na nuset, na një për mbesa, jam shumë e kënaqur. Dhe tjetërën do them që për juve është një qik me stres jeta, po unë them që jalla zoti një hajir edhe një mënquri që të kënaqet edhe ky bes, të kënaqet. Pa tjetër ju keni lënë fëmijë që i keni edukuar me virtytet e larta të shqiptarit. Do të ketë pa tjetër atë dëshirën tua do të plotësohet pa tjetër. Faleminderit. Dhe kështu është i ato vujtjet që kemi shkure, ato i kishte koha, do i kaloj çdo njeri, i ka jeta. Me kënaqur, të më rrojnë fëmijë, të rrojnë shoqëria, se duhen të gjithë. Mirë dorë t'i luajun. Dhe një bashkëtar i juaj Shabat, gjishti, Shaban Bushi. 1.600 se arroj, 1.600 zurit e la. Te bashkia dhe te banga. Te bashkia jonë sot e te banga. Akish Blora. Aty e bëjnë gjithë atë. I hedhi puna që e se brustuar. Një kristian kishte dyqanin aty para bashkisë. I thot babaj të thuet, të vinë që ka dhënë të lavë, i bajta unë oqë gjë, me kërrap, me sahat, punë, herë, aja i të gotin, i Mariot, kush, së gënjerë. Të gotin e herë. Vasil Bollanu ka qenë, po. I të trote, i Marioti, falem dhe, pije këtë gotin se të kam dhënë. I qoj edhe gotin, ja, i po, që, me, e piu. Do të pyesi, tha, që kapital ke? Pas ke mylk, i thoshin kapitalit. Mylk. Pasuri. Që do tha, ashtu ja tha dreki do i marë. Fjalla e parë. I po, me, mas kësaj, vate reforma, vate policia, 4 policë, edhe 4 nazifër, u bën 12, i marron ato, 4 kuntal qumri, 1.600 Shkreti. I thotë të gjafilane e mos ndjerët. Duhet përpjek, pra. I thotë ka me një haru që të marrën në dhëndë. Sa jo dhamë more ti, shamer, ati burri. I tha më falë, ti ujnduar? Ullë. Ja, me. Më va pos miku, I thotë, mua do me meri vetëm, apo kam shok. Jo, jetë me shok.
Pikëzoni, thot. Merri çfarë do doni, më mbrapa se e mora unë, nuk e di se si përfundoi nga lufta kujti unë, po ja mori partia. A ditë që më ka ikë babaj, kam qenë 9 vjeçë. Ka bërë mbledhje në lagje tjetër. Në lagje tjetër. Herdi mbaroi mbledhja atje, herdi xhandarët e morën. Herdi babaj në shtëpi. E gjeti nënën time, po bënte punët. Edhe bukën përpara e mbanim në terrasë. Gjandarët apo Gjandarët? policët e... Jo, ishin gjandarë ma erzaj. Polica qarë ishin? Se fletë viti 26 apo jo? E në 26 policët. S'ki gjandarë, ishin policët. E ishin policët. Si do gjetë, po. Erdi babaj në shtëpi edhe thuen një qikë buk atje ku ish buka në terrasë. Tha te morim dorë. Dhe i thot në nëstime, shiko fëmijë, thot se nuk dihet vi apo nuk vi. I thot në ime mbre qirak, i kam të tëra në mëndje këto. E bërë babaj më prapa duke qarë. S'duhet qaj, po më kujtarë. E marë prapa dhe ikën babaj. Më marëm vlezëria më bje në shpi. Unë i që e madhja në fëmit, 5 motra dhe një vla. Sa vjeqe ishit ju vetë? Unë isha 9 dhe të tjerët 9 mua. Vla ish 2 vjeqë. Iku babaj, bajt i ranë burg, vente në naime në njerë. Sa vjetë dënuan? 10 vjetë. Pa. 10 vjetë. Vente në naime në njerë në burg. Edhe pasaj ranë në spital se u prek. U prek ranë në spital, në kërkojnë e fëmijëve të gjithë dhe vamë në spital. Po. Veni me radë në shpinte në një që në shikojti babaj. Herën e fundit kanë vajtur unë. Edhe i thanë nësë hajde të një, tha po më gjete, pos më gjete, tha shiko fëmit. Që e fundit ajo adit që ka hardër aberi që vdik babaj, ishim në arë prashisim misër me nënën. Edhe hapet kuja në shtëpi, hap një kushriri babaj tim. Babaj avril, apo jo? E, gjësa diku. Hap kuja në shtëpi, vi që në ara duke qarë unë, për tisja rrugës. E kështu, beti vllai u rrit, kur u rrit vllai, fillojnë këta ta sulmonin, i hoqën baktin, i hoqën triskën e frontit, qani me bënim në motrat për vllajnë, se ishe i Varin nuk ja dinit. I izoluar, babajt si ja dinin varin, fare. Vllajt që u përshkatua në qesmën e Malkeqit, Po, vllai math, po. u përshkatua dhe u hotën përrua, e mori, e vulluar me traktor. Dhe vllai tjetër pasaj na i vran këtu në fshat. Tani, u a kini gjetur eshtrat vëllezërve dhe babajt? Vllai që është vranë në Malkek nuk ishtë gjetur eshtrat. Asnjëri. Njërit edhe babajt si janë gjetur, kurse ky vllai që u vran këtu në fshat, që e vran, u mori me një fëmijë 16 vjeç, ishte pas dhivet, e vran. Ati ja dim varin ku e kemi. Kështu që u rritë mor të keqe nëna, me të keqe, me fukarallëk. Shqyqyro Zot në shti, jemi mirë me fëmijë, me jeta shumë e mirë, se kështu ishte lufta jo. Tentime që kam qënë i ti të gjitha shokët i dua të gjithë, jam shumë i respektuar me shoqërin. S'më ka faj shoqëria. I dua të gjithë. Pa mërësi se qari kish jeta ato. Pazaret i bën presidenti, si bëju? Po të kisha një televizion privat unë? Do të vija falës. Po mua ma pregatit atë? Po do flasë pregatit? Si do flasë? Po mua ma pregatit atë referati? Apo ja veshur një shukra e, 2 shukra një. Njëra dhe 2 shukra. Është jona, jona. Nasi vajnë. Pyetët era, nuk E, jesh bërë kolektivi talat të të dy. Kam kolektivi që në vogël, atë në bërë. Shumë dhe Volmara, banusi këtij fshati. Po i ka që më të vogël. Kam marrë nga reforma e ndarjes tokës
një sipërfaqe toke prej 3 hektarësh, si familje. Në këtë tokë, gjatë këtyre 20 vjetëve, kam investuar vreshtari dhe ulli. Kam gjithsejt 500 rënjë ulli, një pjesë i kam në prodhim, të tjerët i kam në zhvillim e sipër, ku kam përfituar një pjesë dhe subvencionim nga shteti, para 4-5 vjetësh, dhe vreshtin e kam në prodhim, kam 6-7 bilim vresht, ku prodhoj 2-3 lloj paritete rushi, që i kam për prodhim verash, ardhi të blera në Itali, rush Sangiovese, Merlot e Moscato Bianca, Muscat i bardhë. Treg gjeni për t'i shitur? E kam dhe tregu një kosis, se unë kam dhe shtëpit këtu një kosis, kam bërë dhe shtëpit në Vlorë, jetoj dhe në Vlorë dhe këtu një kosis të dyja, dhe e kam tregun të shitur, të gjetur për prodhimin që bëj, e bëj verë dhe raki vetë. Kam një mini kantin në shtëpi. Prodhimin tim do të e përpunoj dhe marrë dhe prodhimet të tjera kështu që e përpunoj dhe shes. Ka një gjë që tregun e gjën dhe konkuron cilësia sot, po të ke cilësin dhe prodhimin e gjën e tregun. Kjo është arsyeja që nuk të ngelet malli pa shitur. Ndërsa problemi ullinjve i kam, siç po thash, i kam në zhvillim një pjesën tjetër i kam në prodhim, kam marrë, plotësoj nevojat e mia familjare. Kur të rritet prodhimi një kosis, do budohemi se ekonomia e tregut kështu është. Duhet ta njohësh ekonominë e tregut që të konkurrosh dhe të punosh. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Rrofshi që erdhët na morë në këtë intervistë këtu në fshatin tonë të Lindjes në Kropisht, ku jemi një fshat të paktën, jemi fshat që vreshtarin dhe ullishten e kemi të kultivuar si fshat, kemi të paktën 20 vjet, por thuaj se ka fermer që kanë edhe nga 2-3 mijë rënjë ulli. Nuk e di, mund të keni marrë dhe intervista të tjera nga të tjerët, po ka marrë një zhvillim të gjithanshëm dhe kjo është prioriteti i qeverisë Sali Berishës, që ka thënë që do të vazhdoj dhe do investoj për zhvillimin e vreshtarisë, pemtarisë, ullishtes e të gjitha që të rritet mirëqenia e këtij populli. E këtyre njerëzve që mos vënë mendin me emigracion, po të kthehen këtu dhe të punojnë të investojnë në vendin e tyre. Se kjo është interesi jon, i shtetit ton e të gjithëve. Në partisë do. Në radhë parë për të përshëndes juve si gazetar dhe pjesë e gazetaris Apollonia. Ju përshëndes dhe falenderoj në emër të komunitetit të fshatit Kropisht. Kropisht është një fshat i vjetër autokton dhe me një popullsi prej 1800 banorësh. Është pjesë e komunës Vllahin. Ka një sipërfaqe prej 1.500.000, do të thënë 500.000, 1.000.000 kilometra katrore, 500 hektarë këto janë të punuara dhe të 1.000 hektarë, 500 këto janë në kulturë dhe 500 të tjerat janë në kullot. Kropishti, po, tokar. Fermerët kropishnjot në tërësi kanë punuar dhe po punojnë në vazhdimsi. Kryesisht janë hedhur në kulturën e ullit dhe të pemtarisë. Fal ndryshimeve të sistemit, mbas lëvizjes demokratike, mbas Netanjashit, Kropishnjoti ka gjetur vetveten, ka ditur të punojë dhe të menaxhojë vetveten. Kropishti nga 5.000 rënjë ulli të gjetura në 91, të ndara na 1.000 frym në 5.000 bim ulli të asaj kohe në 91, sot rreshtohet rreth 15.000 rënjë ulli. Pra fermerët Kropishnjot kanë ditur të punojnë dhe po punojnë në vazhdimsi për të treguar sepse edhe këtu ky komunitet dhe këta njerëz e njohën pronën private dhe kanë gjetur atë që nuk mundohen të largohen në emigracion, por të punojnë këtu sepse e ardhmja dhe të ardhurat duhet të investojnë në fshatin e tyre. Kropishti, si relief është një vend me prej 18 km nga Vlora,
po thuaj është periferi e Vlorës, po ta marrë thotë dhe ka një relief të këndshëm dhe të mirë, i cili është i frekuentuar nga gjithë ata që e njohin Kropishtin në tërësi. Nëse dua të flas në sektorët e tjerë, pastaj edhe në Blektori, po ashtu prapë dhe në Blektoria ka një sektor prioritar. Këtu kemi fermerë të cilët duhen përmendur dhe duhen vlerësuar si Osman Kanani dhe Razi Pagaraj dhe Muhim Çela, të cilët me punë dhe me djersën e tyre kanë mundur dhe sot ato tuvza që mund të jetonin dhe mund të thoshin tuvzat e kooperativës atëra apo të brigadës, sot janë të këtyre fermerëve të cilët e kanë pronën e tyre. Duke ju përfunduar në këtë drejtim, dua ju të falenderoj ju dhe nëpërmjet jush gjithë stafin tuaj që morë të këtë nisëm, që dhe Kropishti të njihet si pjesë e këtij komunitetit ose si pjesë e kësaj zone rurale, e cila është në një relief shumë të këndshëm për gjithë ata që e admirojnë. A ndigjet televizioni Apollon nga bashkëfshatarët tuaj dhe nga zona juaj? Televizioni Apollon po thuaj në tërësinë totale në 60% të familjeve ndiqet dhe është i pranueshëm në çdo familje të Kropishtit. Pasi duke patur dhe digitalet, këto aparatet e tjera të ndryshme, pra në tërësinë totale është më i frekuentuar kanali Apollon. A keni ndonjë vërejtje, mund të na bëni ndonjë sugjerim për marrëvajtjen tonë? Ju si televizion dhe si për sa dua të shpreh në emër të komunitetit dhe të gjithë familjeve Kropishtit, duhet të na jeni më afër dhe më shpesh me programet tuaja dhe me kërkesat tuaja për të njohur dhe Kropishti ashtu si gjithë fshatet e tjera. Faleminderit. Faleminderit unë juve dhe kënaqësi për mua që ju erdhët këtu. I dashur Dello, të përgëzoj për të iniciativë që more, në përgjigje kërkesës tonë, për të ardhur në fshat. Dhe në radhë parë unë uroj gjithë të mirat për televizionin Apollon, që është një nga televizionet lokale, të paktën ne për shikueshmërinë që ka edhe për emisionet që është rajonal, s'është lokal, sepse ai ndodhet në fier rajonal, patjetër rajonal, përfshin gjysmën e Shqipërisë, po ne e vlerësojmë si një televizion kombëtar. Biles komplimentet e mia mos u vi keq atyre të TVSH-s, ne preferojmë më mirë juve të dëgjojmë, të shikojmë juve, ana përgjigjeni, dëgjoja edhe për faktin që ne banojmë në fshat dhe ju kapni me përmend ato emisione që ne na ngacmoni i ndjekëm me kënaqësi. Për këtë u falenderojmë si staf edhe të gjithë punojësit në atë televizion. Në fshatin tonë. Tash fshati ynë është një nga fshatrat të paktën historikisht çfarë njihet për dokumentat më i vjetri. Domethënë ne duke pat parasysh që në banimet e para, këtu është fshati të paktën në regjistrimin që ka bërë Turqia pas pushtimit që bëri, është fshati më i madh pas Kaninës vinë Kropja, fshati jonë. Dhe si tillë kuptohet në një fshat autokton, nuk kemi, domethënë, para 300 vjetësh mund të ketë 2-3 fise që janë banues, janë fshatar që dëm babadem Kropishtit. Edhe kjo e shikojmë unë kam punuar në Arsim, kuptohet. Edhe me përmend me kënaqësi është punosh mësues këtu në fshatin tonë. Është kënaqësi e jashtëzakonshme. Jo se unë mbylla karrierën time si mësues, tash jam i pensionist, po kam punuar dhe në fshatat tjera, po kënaqësinë më të madhe e kam ndjerë këtu në fshatin tim. Ju jeni kryetari shoqatës abetare kulturore Kropishti. Një çik të vonuar, me thënë të drejtën, në krijimin e shoqatës, ne si promovoni vlerat kulturore, artistike, historike të këtij fshati? Ne jemi në fillimet se mund të kemi 1 vit e gjysmë që jemi krijuar si shoqat, të nxitur më tepër edhe nga fshatrat të tjerë që kanë bërë traditë të punë, dhe përfundimisht iniciativa e disa shokëve që unë i falenderoj, e morëm dhe kemi krijuar shoqatën. E kemi bërë dhe një fest modeste, po madhështore në kuptimin e asaj atij misioni që luan shoqata.
ndjem një kënaqësi të jashtëzakonshme dhe kemi për herë të dytë tash në 18 gusht e kemi lënë dhe pretendojmë që pjesëmarrja të jetë edhe tash shoqata, çfarë detyrash shoqat kulturore, advetare, patriotike. Kuptohet. Në këtë drejtim ne kemi tradita si fshat dhe mundohemi të ruajmë, të respektojmë dhe këtë të respektojmë edhe tek fëmijët tanë. A janë larguar shumë bashkëtarët tuaj nga fshati për në zona më afër qytetit? Po, janë larguar, them drejtën, është fatkeqësi të largohesh nga Kropishti në kuptimin kështu, po një pjesë e fshatarëve të ndodhur në fshatin e vjetër që themi ne Mbelta, ka qenë një fshati, për mungesë të rrugës se janë larguar, një pjesë pritën në Vlorë, një pjesë në Vllajina dhe kush ka të bërë shtëpi që është akoma në territor, brenda territorit. Po një pjesë e mirë mund të jenë larguar edhe pa patur dëshirë, kupton, që të largohesh nga fshati. Megjithatë, është gjë veçantë që të gjithë të larguarit, me mendje me zemër janë këtu. Këtu në fshatin ton, siç mund të kemi thënë edhe parafolësit, çfarë mund keni intervistuar juve, të gjithë edhe ata që janë larguar kanë ardhur, kanë mbjell jo rrënjë, numër ullish, po plantacione me 100 e më shumë lloje me ullish. Mund jemi nuk e di, nuk dua të paragjykoj, mund të jenë edhe të tjerë, po unë them me kaq sa shikojnë, sa shohin sytë dhe shikon edhe ajo kamera juaj që filmon këtu në fshatin ton, mund të jemi vetëm fshat në të gjithë të zonën ton që ka një numër bimësh të paparashikueshme. Në 50 vjet sa që sistemi socialist u kultivuan 2500 rrënjë që mbillsin vit për vit, kurse këtu vetëm në 91-shin brenda vitit u mbollën 4000 rrënjë. Tashtin unë nuk kam në një inventar që po ato i morëm atë fshatit. Të sakët, po me tërmend sikur këtu të bënde kështu është ekonomia e tregut. Atje ku punohet, atje edhe mbështetet nga këto fondet e ndryshme, sikur të vinte një bankës botërore këtu nga ata që japin e stimulojnë fermerët të shikonte, me tërmend do krijonte një ndjesi që t'i ndihmonte, se ne me tërmend këtu fshatarët po investojnë, po punojnë, po themi drejtën me shumë mundim, me shumë sakrificë, biles duke ngacmuar dhe fëmijët tanë nga emigracioni, duke u marrë lekët atyre, edhe po investojnë, po bëjnë, kuptohet, kjo punë e ullirit është mbjellën të parët e hanë të prasmit, kështu themi ne më moshatarët, edhe ja, të tillë aktivitet ka këtu, fshati me tërmend është një fshati e do bimin e ullirit, e do rrushin, në mënyrë të veçantë rrushin që është nga fshatrat që me tërmend bën rrush cilësor. Dhe për sa i përket aktiviteteve të tjera, ne jemi sapo jemi krijuar dhe mendojmë që do hedhëm në letër, do bëjmë diçka edhe për historikun, edhe për këto të gjithë të veprimtarit të bashkëtarëve tanë për vjerësën, t'i dhe në letër, dokumentojnë në një farë mënyre, në një si dim, në një historik, çfarë mund ta themi, që po shkruajnë njerëzit me djes. Aktivitetet të tjera pastaj është e veçantë për fshatin ton, që asnjëherë nuk kanë përtuar ose nuk kanë ndënjur indiferent për sa i përket aktiviteteve të dëshmorëve të luftës janë 12 dhe aktivitetet tjera patriotike të fshatit ton. Ne kemi atë të veçantë që fshati ynë me tërmend edhe fshatet tjerë e kanë ndjerë peshën e okupatorit, po këtu në fshatin ton ishin vendosur llogaret edhe komandat e italianëve, të gjermanëve me radhë këtu, sepse ata e kishin gjithë mbështetjen në Drashovic dhe në këto kodra ka qenë fshati okupuar gjithmonë, fshati jon. Ka vuajt shumë në kohën e luftës dhe di mirë që është pushtuesi dhe i huaj. Dhe fshati jon në shumë aksione çfarë bënte ka qenë gjithmonë evakuoi dhe kalonte në fshatra të tjerë ku kishin miq kështu mes e fshati shkret. Dhe ne i kemi vlerësuar këto ngjarje, këto data dhe duam të lëmë me tërmend atë mbres pa u implikuar në gjykime të tjera, po të thënë realisht se ç'është kushtuesi, ç'është i huaj dhe çfarë sakrifice kanë kaluar prindërit tanë, qofshin këta të majt apo të djathtë, siç
të dikton pluralizmi, që në fundit kjo është esenca e pluralizmit, po nuk dua se ne jemi një shoqat, dhe unë kryesoj të shoqat, që nuk është shoqat politike, nuk duhet futem në rrethana, në detaje të tjera të hollësishme. Ne realiteti është që ne nuk kemi asnjë konflikt këtu, çunat dhe fëmijët tanë mund ta di unë për shembull me moshatarët e mi që njëri është i majtë të tjetri i datë, po fëmijët tanë nuk kuptojnë gjë, ata se din biles. Jo, si fermer, po unë duhet të isha në mes të vërtet. Po reklam ne, po mes. Po. Fillimisht i falenderoj juve si televizion, se televizioni Apollon është një nga televizionet më të ndjekura. Ma merr mendja se është rajonal, jo vetëm fshatin tonë. Që na pëlqejnë emisionet që transmeton televizioni. Fshati ynë tani si pozicion geografik, se çdo njeri i thur lavdi vetes, them se është një nga fshatrat më panoram në zonën tonë. Detyrimisht ne jetojmë këtu dhe ndofta i bëjmë qefin vetes, po them se fshati ka bërë punë të mëdha. Do me thënë në çdo shtëpi po të futesh të fshatit, bëjnë jetë të mirë, si ta them. Mos ta them. Dhe kjo fal punës. Fal punës dhe fal tani ndryshimeve detyrimisht në 20 vjet. Ka ndryshime të mëdha. Gjithmonë me punë njerëzit. Pra fshati juaj është një fshat me tradita punëtori. Shumë ka dhe zakone dhe tradita shumë të mira dhe shkëlqyera kështu në mikpritje dhe në bujari. Po. Janë dhe shumë punëtorë. Në përgjithësi këtu janë shumë punëtorë. Po keni ndonjë mesazh për bashkëtarët tuaj që janë larguar? Tani një pjesë se fillimisht njerëzit menduan se qyteti ishte luksi dhe sulmon deri qyteti, tani mendoj se në bisedat që kanë pasur me ta, flas për ata që kanë ikur, janë bërë pishmend dhe duan të kthehen prapë në fshat. Dhe një pjesë vinë, jetojnë në qytet dhe vinë pothuaj çdo ditë dhe punojnë këtu. Dhe unë mesazhin u jap që të kthehen dhe të punojnë këtu, se këtu është punojnë dhe krijojnë të ardhurat. Me sa morën veç ju jeni dhe zgjedhur këshilltar i Këshillit të Komunës. Po. Ju uroj suksese. Faleminderit. A mendoni se pushteti vendor i ka kryer detyrat e tij funksionale për komunitetin, për zonën që mbulon? Tani, që ti themi që punët vend gjithmonë vaj, nuk mund të themi. Ka dhe defekte. Po, në përgjithësi them se i ka kryer. A bëhet pengesë bindjet politike në këshillin tuaj për zbatimin e programit? Absolutisht jo. Bile se unë nuk dua ta shpreh në fakt se kam disa mandate si këshilltar tani dhe absolutisht jo. Nuk ka. Për të mirën e fshatit, bjen të gjithë dakord. Këshilltarët. Nëse unë jam këshilltar i Kropishtit, do bje dakord nëse do bëhet një gjë e mirë në Kocul. Ose një këshilltar i Peshkëpis do bje dakord që do bëhet një gjë e mirë në Kropisht. Dhe jo, nuk let jetë si e maj dhe idea. Nuk, këto bindje nuk... Ju përgëzoj për këtë dhe ju uroj suksese. Faleminderit juve dhe uroj përsëri se zëri ynë, ne mund flasim shumë me njëri tjetrin këtu, po zëri ynë dëgjohet kur vini ju ndonjëherë dhe uftoj që... Kjo është detyra e televizionit Apollon, mundohemi ta bëjmë sa do pak. Ata që na vlerësoni janë juve. Këtë, po jeni televizioni më ndjekur. Unë për shembull se unë ndjek televizionin Apollon. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit juve. Të këroj ma që ka të kam andare të kleqizë. Është andare të kleqizaj. Nuk kam që I bëni kam... Ai ati plaku ishte sekretari partisë komuniste. Jo, nuk e pa punët e mira ne apo? Jo. E pin kafe dhe njohën jetën e. Apo jore? Disa mandate, tu sai che ne hai per
Për fshati Kropish është kënaqësi, është krenari, sepse ka tradita dhe vlera historike dhe adetare. Të duket shumë bukur të fëmijë e këtij fshati që përfaqësojnë dhe kulturën e prindërve të tyre. Nxënësit e kësaj shkolle janë shumë të edukuar. Pothuajse në të gjithë kohërat, për 3 vjet, gjithë kohërat, nxënësit nuk përdorin fjalë dhunuse. Janë shumë tolerant, janë shumë të edukuar. Përveç këtyre, në fshati i Kropishit ka vlera arsimdashëse. Ku duket vlera arsimdashëse të fshat? Duket te procesi i të mësuarit dhe të nxënësit këtyre të fëmijëve janë shumë të gjus dhe me mendime krijuese. Atëherë e veçantë e fshatit Kropish është sepse përfaqësuesit e këtij fshati ose anëtarët e këtij komuniteti janë shumë punëtor, janë dhe të zgjuar. Dhe këto dy element këta i kanë ngëshëtuar dhe duket shumë bukur te shtëpitë e reja të këtij fshati, të aerodromet e mira me vreshra dhe ujë. Nuk duhet të themi që fshati Kropish është shumë i pasur, por investimet e tyre këta investojnë dhe te fëmijët për arsimimin e tyre. Pra, mendimi im është të kenë bashkësi dhe suksese në vazhdimsi me dhe komuniteti këtyre. Pra, duhet të kemi që kam 3 vjet të fshat, më shumë kam mësuar në zakonet se çka më dhan. Por qëllimi kryesor jemi në këtë fshat është që unë të fus një frymë të re në procesin e të mësuarit ku fëmia të pyes mësuesin. Japin orientime, nxënësit pyesin mësuesin të ri. Drejtor, po afro, mos rinë mesni. Nuk e bëjmë atë probleme. Shikoni tu ju e sytë të livit, se nuk ka asnjë fare. Kama shumë. I jetë në livit. Ala. Shkolla nëntëvjeçare Belo Bela i Kropish ndodhet në zonat rurale të qytetit të Vlorës, 80 km larg kësaj. Të flasësh për shkollën Kropish është krenari dhe kënaqësi pasi këtu ka tradita të mira në procesin e mësimdhënies dhe në proceset e aktiviteteve kulturore artistike. Duke u mbështetur në synimin e shkollës si është rritja e cilësisë së mësimdhënies dhe arsim bashkëkohor për të gjithë, neve e kemi përfituar punën tonë në këto drejtime kryesore. Për të arritur këtë synimi kemi patur një marrëdhënie shumë të mirë mësues, nxënës dhe komunitet, domethënë prindrit e fëmijëve. Kjo ka patur atë që neve për të vitin mësimor kemi rezultate të mira ku duket me testet vjetore që janë bërë, deri në momente ku cilësia si shkollë arritën në 7.4%. 7.4. Dallohen në këtë proces në mësimdhënie nxënësit e ciklit të ulët, ku bashkëpunimi që kemi bërë me prindrit, frekuentimi i tyre ka qenë pothuajse në masën 100%, ku në mbështetje të mungesave për ciklin e ulët janë 84 orë mësimi për gjithë vitin. Kjo është për të valeruar dhe duket mirë për punën e shëndetshme që kanë bërë, që ndjejnë nxënësit për një dashuri për procesin e mësimdhënies.
Për sa i përket metodave të mësimdhënies, kemi përqendruar me metodat bashkëkohore ku mësuesi pyet, nxënësi punoj, pyesin, mësuesi i orienton. Dhe këto kanë qenë më efikase. Kush është pika e fortë në shkollën tonë? Pikat e forta të shkollës tonë janë rekontimi i rregullt i nxënësve, metodat e reja të procesit mësimdhënës nga mësuesit, gjë që duket në rezultatet e tyre, dhe marrëdhëniet e forta prindër mësues. Ky është dhe qëllimi kryesor i shkollës, që për edukimin etik, social, intelektual të nxënësve të realizohet në këtë trekëndësh mësues, nxënës, prind. Dhe kjo ka patur efektivitet në shkollën tonë. Mirë, nuk lëmë bazëdore pa thënë, dhe aktivitetet kulturore artistike që janë përgjatë këtij viti në shkollën tonë. Ku me rëndësësit kemi organizuar aktivitete me rastin e festave, me rastin e përjetoreve dhe aktivitete sportive me shkollën e vjeçare në Perlat Recepin, Peshkëpi, në Drashovic, Vllai, ku nxënësit kanë ndjerë kënaqësi të parë. Drejtor, si është përgatitja, ngritja profesionale e mësuesve të kësaj shkolle? Po, qëndron një pyetje shumë e mirë. Kjo, për sa i përket personelit të shkollës tonë, është me sipërkatës, duke filluar që nga cikli ullë, deri te shkolla te cikli lart. Kemi dhe mësues që vazhdojnë master, dhe mësuesat e rinj që janë paraqitur në këtë shkollë janë me rezultate përfundimtare të vitit shkollor shumë të mirë. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit dhe juve, dhe dua të them edhe diçka tjetër në emrin tim. Juve si televizor të Apollonit jepni emisione shumë të bukura me vlera edukative dhe njohës.